Edhe sot të shkojmë përmes serisë e Filipianëve, jemi në kapitullin 3, dhe sot të shohim vargjet 12 deri në 16. Le të lexojmë fjalën e shenjtë të pagabueshme e Perëndis. Filipianëve kapitulli 3, vargjet 12 deri në 16 thotë: Jo se tashmë unë e fitova çmimin ose jam bërë i përsosur, por për ndjek prapa se mos e kap, sepse unë nuk kapa nga Zoti Jezu Krisht. Vëllezër, unë nuk e llogaris veten time se kam kapur, por një gjë po e bëj, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara. Po ndjek përsynimin dhe çmimin të thirrjes së lartë Perëndis në Krishtin Jezus. Pra të gjithë që jemi të përsosur, le të kemi këtë mendje. Dhe nëse ju keni këtë mendje tjetër për diçka, Perëndia le të zbulojë edhe këtë. Por në pikën ku kemi arritur, le të ecim sipas së njëjtës rregull me të njëjtin mendje. Amen. Amen. Tani në vargjet 4 deri në 11, më sipër, pra vargjet më sipër javën e kaluar, pam dëshminë e apostullit Paul. Pra mësuesit e rrem që nga vargu 1-3 kishin hyrë në kishë dhe thoshin se shpëtimi është Krishti plus vepra ose mbajtja e ca ceremonive të jashtme. Pra ishin ca mësues të rrem hebrej, dhe ata thashin këtë. Pali po thot në këtë vargje më sipër që ishte pamë, ishte për atë punë, po t'ishte për atë punë shpëtimi, unë do t'isha i pari, por i konsiderova të gjitha dëm. Pra gjitha ato që pa më sipër që ne i tha apostulli, i konsiderova të gjitha dëm për shkak të Krishtit. Dhe tregon që ka marrë drejtësi në Krishtin, duke u bashkuar me vdekjen ndër ringjalljen e tij. Ai tha që unë jam drejtësuar vetëm në Krishtin në vdekjen ndër ringjalljen e tij. Ai thot, kur njohua Krishtin dhe parë se shpëtimi është vetëm në Krishtin. Pra edhe pse i kisha gjitha ato përpara, në fakt, gjitha ato i konsiderova plot. Por kur njohua Krishtin dhe kur parë se shpëtimi ishte vetëm në Krishtin, gjithçka që ishte dikur ishte fitim për mua, i konsiderova humbje, dëm, dhe i braktisa të gjitha për Krishtin. Kështu në fakt po thot në thelb apostulli në vargje 14 dhe 11, më 4 deri në 11. Në këto vargje 4 deri në 11 këtu shohim një pasqyrim të qëndrimit Palit. Është një pasqyrim e zemrës së pasqyrimit i qëndrimit Palit, ku tashmë është një krijesë e re në Krishtin dhe la gjithçka për Krishtin. Është një krijesë e re tashmë në Krishtin dhe ka lënë gjithçka për Krishtin. Dhe tashmë, duke qenë një krijesë e re, duke pas gjithçka Krishtin, ka një synim të vetëm, të rend pas Krishtit. Synimi tashmë i Palit, të rilindur, pra se ka kohë që e ban, është të rend pas Krishtit. Në këto vargje që të shohim sot, zemra ose drama është vargu 14. Po ndjek pas synimin dhe çmimit të thirrjes së lartë Perëndis në Krishtin Jezus. Çmimi ose synimi i thirrjes së Perëndis është rritja, njohja, shëtrimi. Ngjasimi me Krishtin, lavdia e Perëndis. Synimi që apostulli thot këtu po ndjek, po shkoj drejt synimit, dhe çmimi që ai po thotë që drejt çmimit, drejt thirrjes së lartë të Perëndis, në fakt ai po thotë që është rritja në Perëndi, njohja e Krishtit, shëtrimi im, ngjasimi me Krishtin, lavdia e Perëndis. Pra sa herë që themi fjalën që unë jam duke ndjekur synimin, jam duke ndjekur çmimin, ose çmimin do të thotë jam duke ndjekur atë kurorën përfundimtare si një prapues përmend në finish
Pak duhet kemi parasysh këto gjëra. Dhe unë, thot Pali, tashmë si një krijesë e re në Krishtin, unë rend, vrapoj, ndjek me gjithë fuqinë time si një atlet për këtë synim, për këtë çmim, që është Krishti, njohja e tij, shëtrimin e të, përngjasimi me të. Ky është synimi i mi vetëm. Analogjia në faktu në vargje 12 dhe 14, pra kur thot e ndjek, vrapoj, një kuror, një çmim, gjitha këto, analogjia këtu është ajo një vrapuesi, një atleti olimpik. Pra e merr këtu një analogji duke përdorur një shembull, një atleti olimpik. Pra e keni parasysh një atlet olimpik që vrapron për të marrë një çmim. Është duke bërë një garë dhe vrapon për të marrë një çmim, për të arritur në finish. Dhe interesanta është që këto vrapues kanë sytë të finishi. Edhe pse fillojnë një garë, një start, ato i kanë sytë të finishi. Dhe gjithë përgatitja e tyre, mundimi i tyre, forca e tyre, stërvitja e tyre, gjithçka është me sytë të finishi. Ashtu në fakt si ishin sytë e Palit. Sytë e tij ishin në finish, ishin në qiell. Ishin te Krishti. Dhe i thot unë rend drejt tij. Rend drejt qiellit. Rend drejt finishit. Me dëshira dhe shpresa të shenjta. Duke u rritur çdo ditë në ngjasim me Krishtin, në përpjekje dhe përgatitje të vazhdueshme. Ashtu si një atlet, në përpjekje, përgatitje, ushtrime, vështirësi të vazhdueshme drejt rritjes, drejt shëtrimit, drejt qiellit. Ky është synimi i tij. Ky është çmimi që Pali po flet këtu. Dhe analogjia që po merr me këtë atlet. Synimi im të garë, po thot, që rend pas këtij synimi është ky çmim, që të shëtrohem të rritem dhe të jem çdo ditë në përgjithësi me Krishtin. Para se të shkojmë të shohim vargjet, thjesht duke kuptuar këtë dramë, këtë qëllim që Pali kthan të vargje për të na nxitur ne sot. Pyetja për ne sot, cili është synimi yt përfundimtar në jetë? Cili është? Për çfarë po garën? A ke menduar ndonjëherë? A je nal vetëm për pak dhe ke menduar se në zemrën tënde cili është synimi im të jetë? Si i krishteri lindër. Cila është gara? Drejt ku i kam syt? Në fakt, kur unë ndala për ta menduar, kur më erdhi para syve kjo pyetje, në fakt, edhe kur hetova zemrën time, u turprova. U turprova në fakt nga përgjigjja. Mund kemi ca synimet përkohshme, patjetër. Pra nuk po flasim se çdo gjë tjetër, që edhe këto në fakt duhet të ndihmojnë në synimin përfundimtar që është kjo. Patjetër ne kemi synim për të marrë shkollën, patjetër që disa kanë synim për të martuar, patjetër që kanë synim për të rritë fëmijë, patjetër që kanë synime të ndryshme. Por cili është qëllimi, synimi, gara jote përfundimtare? Dhe në fakt me këtë mendje, në fakt do t'i japim përgjigje në fund. Por cili synim në jetë ta mbërthen zemrën, mendjen, jetën tënde? Cili është mbi çdo synim tjetër?
Mendo pak. Dhe shpresoj të nxitesh nga fjala e Zotit sot për të drejtuar synimin tënd, ose për të nxitur drejt synimit të duhur në sy drejt finishit. Mirë, sot të shkojmë në 2 pjesë kryesore, në vargjet 12 dhe 14. Unë e kam titulluar në fakt të rendesh pas synimit. Gjithashtu është tema e predikimit sot. Të rendesh pas synimit dhe pas këtij synimi mbi të cilin e folëm. Dhe në vargjet 15 dhe 16, apostulli Paul është nxitja që gjithë kemi këtë mendje. Gjithë kemi këtë mendje. Edhe vargjet 12-14, pra pas synimit. Vargu 12a dhe 13a thot: jo se tashmë e fitova çmimin ose jam bërë i përsosur. Pra çmimi përfundimtar është përsosja, pra është shëjtrimi, është ngjasimi me Krishtin. Pra ata ne kuptojmë që synimi ose çmimi këtu është duke folur për shëjtrimin, për rritjen. Thot jo se tashmë e fitova çmimin ose u bëra i përsosur plotësisht. Gjithashtu pjesa e parë vargu 13, unë nuk e llogaris veten time sikur e kam kapur, por jam duke rendur pas kësaj. Në të dyja këto deklarata të vargu 12 dhe vargu 13 është një mohim i plot i çdo përsosmërie. Ai e mohon që është i përsosur, që është i shëjt plotësisht në kuptimin praktik, ashtu si Zoti Jezu Krisht. Dhe ky është qëllimi i tij në këto vargje, për të treguar këtë. Ai dëshiron që ne të dimë se ai nuk është i përsosur. Ai nuk e ka arritur përsosmërinë morale dhe shpirtërore, por rend drejt saj. Ky është synimi im, duke rendur drejt saj. Edhe pse apostulli Paul dhe ne sot jemi një krijesë e re në Perëndin. Edhe pse apostulli ka një zemër të re dhe ne kemi një zemër të re. Dhe dëshiron fort gjëra të shenjta, thotë dëshiroj fort gjëra të shenjta. Edhe pse ai na mëson thotë që kemi mendjen e Krishtit. Edhe pse kemi frymën e shenjtë që banon brenda tij ose brenda nesh, i cili është fuqia e Perëndis. Edhe pse ai është i drejtësuar përpara Perëndis dhe i gatshëm për qiellin. Sepse jemi deklaruar, pozicionuar të drejtë përpara Perëndis, edhe pse jemi kështu, ai akoma nuk është i përsosur. Plotësisht. Ai është ende i tundushëm. Ai është ende në mish. Ai është ende në mëkat. Dhe duke pas gjitha këto thot, unë rend. Ashtu se di Korintasve që thot, unë vrapoj për ta ndjekur se mos e kap, rend duke munduar trupin tim. Ai rend drejt kësaj. Edhe apostulli Paul e pranon pa vështirësi, pa hezitim, pa përsosmërinë e tij në gjendjen e tanishme. Ai nuk heziton të thotë 2 herë madje që nuk jam i përsosur, nuk e kam arritur qëllimin përfundimtar. Ai po thotë nuk e kam arritur akoma. Në detyrat, mirësitë dhe ngushëllimet tona ka ende shumë të meta, ka mëkat, pa përsosmëri, defekte, ka akoma shumë. Por ajo që është e rëndësishme vëllezër, motra këtë pikë për të kuptuar, edhe në fakt është e rëndësishme për ne është, nëse Paul e thot këtë për veten e tij, ku në fakt ishte një nga burrat që Perëndia e kishte dhënë më shumë më hir këtë pikë.
Ishte njërë burrat më të shenjtë më në Dhjatin e Re që fjala e Zotit na thot. Edhe pse gati pas 30 vjetësh në rritje të vazhdueshme dhe shërbes. Sepse këtu kur ka shkruajtur këtë letër e Filipianëve pak ishte në burg. Dhe e dim që mund të ishte rreth viteve 64, por ishte rreth 30 vite mbas shpëtimit të tij, 30 vite duke ecur në rritje dhe shërbes. Ai përsëri thot rend pas synimit. Rend. Vrapoj. Po e ndjek me vrull. Këtu fjala është për atë vrapusin kur është duke bën një vrap të fuqishëm të fortë. Rend, vrapoj me vrull, me forcë, me fuqi. Drejt ty synimi. Jo thjesht e mendoj, çojmë ka herë mëngjes. Po jam plotësisht në synim kësaj. Apostulli i parë mas 30 viteve, rritje dhe shërbes, me gjithë dhuntinë e madhe që Perëndia dhe hijen e madhe që Perëndia i kishte dhënë, ai akoma vazhdon rend pas këtij synimi. Ai ishte afër fundit të jetës së tij. Plak në mosh. Jo shumë plak, por ishte goxha plak në mosh. Dhe thotë nuk heq dorë për asnjë moment. Për asnjë moment nuk heq dorë. Jam akoma në garë. Akoma se kam arritur finishin. Jam akoma në garë. Akoma jam duke synuar Perëndin Krishtin. Ai po thot në fakt me fjalë të tjera, bëj gjithçka mundem për të vrapuar garën me përpjekje maksimale. Gjithçka mundem. Kam një synim. Deri kur të jem në qiell, në përsosje. Deri kur të jem atje, në finish, në qiell, në përsosjen, përjeshme kur të jemi me trupa të ringjallur për jetën e Perëndisë, kam një synim. Të rritem, shëtrohem, të ngjaj Krishtin çdo ditë. Edhe pse jam mosh, edhe pse kam 30 vjet shërbes, edhe pse Zoti më ka dhënë hir, prepash qëllimi i zjarrit të zemrës time. Apostulli Paul. Kur Pauli thot këtë për veten e tij, pra se kam arritur, po e ndjek, aq më pak e kemi arritur ne. E aq më shumë kemi nevojë ne të rendin pas këtij synimi. Pjetri e kupton këtë kur shkruan te 2 Pjetri 3:18. Rrituni thot në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Ai din që besimtarët kanë marrë këtë hir. Janë persona të rinjtur që janë në bekimin e Perëndisë, por thotë rrituni këtë hir dhe njohjen e Perëndisë. Ekziston një proces rritje dhe shëtrimi kur shpëtohemi. Kemi shpëtuar me anë besimit vetëm në Krishtin, por kur shpëtohemi ekziston një proces rritje dhe shëtrimi çdo ditë në jetën tonë. Ne duhet të rritemi në hir dhe në njohje të shpëtimtarit. Pjetri dhe Pauli po thonë të dy bashkë, duhet të ketë rritje. Duhet të ketë ndjekje të këtij synimi. Duhet të ketë shtyrje dhe dëshirë drejt shëtrimit. Duhet të jemi të shtyrë, kemi një dëshirë drejt shëtrimit. Dhe shpesh në fakt lind pyetja, po pse? Ndoshta besimtarët e ri, ndoshta besimtarët përgjithësi, shpesh lind pyetja, po pse? Pse duhet të lodhemi? Ndoshta janë të bëha pyetje filipianët. Ndoshta bëjmë pyetje një sot. Ndoshta unë tashmë kam marrë
drejtësinë e tij dhe kanë fituar parajsen, pse të shqetësohen? Përgjigjen na jep pjesa 2 e vargu 12. Vrapoj se mos e kap. Sepse edhe unë u kapa nga Zoti Jezu Krishti. Një krijesë e re në Jezu Krishtin, një person i ri, i rilindur në Krishtin, është kapur prej Krishtit. Është kapur prej Krishtit. Ai dëshiron të rritet. Është një dëshirë, është një shtys, është një uri e fortë për të bërë një ngjasim me shpëtimtarin e tij. Pra e para është, thot Pali, unë jam kap nga Krishti. Dhe rend se mos e kap këtë qëllim. Kur je i rilindur, kur je një krijesë e re, ti e ke dëshirë, është pjesë e jetës tënde, është një shtys që ti do të rendesh për të ngjarë shpëtimtarin tënd. Nuk mundesh të bash ndryshëm fakt. Nuk mundesh ta injorosh këtë në jetën tënde. Por gjithashtu hiri dhe forca jonë është sepse jemi kapur nga Krishti. Ajo është hiri dhe forca jonë në këtë proces. Gëzimi dhe shpëtimi ynë nuk është nga që e kemi kapur ne atë, por nga që ai na ka kapur neve. Ai na ka kapur neve. Një Gjoni thot 4:19, vargu 4:19 thot, ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari. Është njëra gjë, ne duhet të ngjajmë atij, sepse ai na kapi i pari. Duke qenë të kapur prej tij, është ai që na mban. Kjo përbën sigurinë tonë. Nuk është siguria jonë për shkak se ne kapemi tek ai, siç e kemi thënë shpesh, por për shkak se ai na mban neve, kjo përbën sigurinë tonë. Kjo përbën suksesin e garës dhe synimit tonë. Prandaj u vrapoj drejt tij, drejt çmimit, thot Pali. Jam i kapur prej tij, dhe kjo e bën garën time suksesshme. Prandaj unë vrapoj drejt tij. Jo me gjysmë zemre, po plotësisht me zemër, me gjithë forcën që kam. Vrapoj drejt tij, vrapoj drejt çmimit, drejt shejtërisë. Vrapoj drejt kësaj. Por gjithashtu është cili është shëllimi i Perëndisë në këtë? Pra, pse? Sepse jemi kapur prej tij, është në natyrën tonë. Po pse Perëndia e kërkon? Në fakt qëllimi i tij kryesor është ne të jemi në gjasëm me birin e tij. Cili është qëllimi i Perëndisë në këtë? Është të kapim atë për të cilin u kapëm nga Krishti. E di që është lojë fjalësh, u kapëm, por le të dëgjojmë edhe një herë. Është të kapim atë çmimin ose shejtrin për të cilin u kapëm nga Krishti. Fakt ne u kapëm nga Krishti për këtë qëllim. Prandaj ne duhet të kapim këtë çmim. Kur na kapi Krishti, kjo ishte për na çuar në qiell. Na kapi duke na drejtësuar, duke na birësuar për na çuar në qiell. Dhe të kapim atë për të cilin na kapi ai. Ne duhet të kapim tashmë atë për të cilin ai na kapi, është të arrijmë të jemi në ngjasim me të dhe të japim atij lavdi. Të jemi në ngjasim me të dhe të japim atij lavdi. A është e qartë? Kapi na kapi. Por e gjithë kjo për më tepër, fakt, qëllimi tjetër i Perëndisë është të ndjekin të synim mbron kauzën e Krishtit. Mbron kauzën e Krishtit. Sepse kur jeta jonë është e devotshme në Perëndin,
jeta jote është në përputhje me karakterin e Krishtit dhe në përputhje me Shkrimin e Shenjtë. Urtia bën këtë gjë është, kjo është në përputhje me karakterin e Krishtit dhe në përputhje me jetën e tij, me Shkrimin e Shenjtë, kjo e mbron kazën e Krishtit. Duke mos qenë një blasfemues, duke bërë ato që janë në kundërshtim me karakterin dhe me fjalën e Perëndis, por një dëshmi për botën e humbur. Dhe kjo i çon lavdi Perëndis. Por ne e bëjmë të gjë, është për të mbrojtur, ose për të treguar ato çfarë Krishti ka bënë në ne, që ne veprojmë si bijtë e tij, duke mos qenë blasfemues, por si një dëshmi për botën e humbur. Kur jetojmë në ngjasim me të, në përputhje me fjalën e Zotit. Vëllezër dhe motra, ky është një merak dhe një shqetësim i fortë për Palin. Prandaj në vargun 13 thotë, por një gjë po bëj. Edhe pse se kam arritur, por një gjë po bëj. Duke hekur ose hedhur pas ato që kam pas, dhe të kohë zgjatur përpara, duke dashur të rritem në hir, të ec me tutje, edhe 1 milje, të shtyr përpara në shërbim, në shërbes, në shetëri, të shtyr përpara në këto. Ka një shqetësim, ka një marak për jetën e tij. Ai thotë dua të shtyj përpara, të rritem prapë më shumë në hirin e Perëndis. Të shtyj përpara, ashtu si një vrapues të ecë përpara, dhe 1 milje, 2 milje, 3 milje. Vëllezër dhe motra, në fakt nga ky pasazh na del një pyetje sinqert për ne sot. Në fakt, e gjithë kjo është për të na shtyr ne, për të nxit ne në synimin tonë. E di që nuk është shumë praktike, por është për të na shtyr ne. Dhe pyetja është, kur ka qenë hera fundit që je shqetësuar dhe merakosur për rritjen tënde? Për shetërinë tënde, për dëshminë tënde. Pali për merakosur, të do që akoma të rritet, të vazhdojnë, shtyj përpara. Kur ka qenë hera fundit që ti e ulur dhe ke menduar këtë gjë dhe të ka shqetësuar, të ka merakosur? Kur është hera fundit që me gjithë fuqinë tënde ke përdorur çdo mjetëhiri? Leximin, lutjen, kishën, librat, targën, çdo gjë për të shtyr përpara në garën tënde. Kur ka qenë hera fundit? Shtyr edhe 1 milje, shtyr edhe 2 milje. Dhe vargu 14 thotë, po e ndjek pas synimin, çmimin, thirrjen e lartë Perëndis. Është një thirrje për filipianët edhe për ne sot, për të ndjekur qëllimin, çmimin, rritjen dhe shetërinë. Ky është qëllimi i jetës tonë, synimi i jetës tonë. Në fakt, kjo është përgjigjja e pyetjes tonë që bëmë në fillim. Duhet t'ia kushtojmë tërë jetën tonë kësaj kafshë. Qëllimi përfundimtar i Perëndis për ne është shetërimi, qasimi me Krishtin. Pali po thotë, unë vrapoj, unë rend, unë ndjek pas. Rend, vrapoj, ndjek pas. Ai kishte drejtuar vëllezër motra syt nga qielli, drejt kurorës së përjeshme. Ashtu si një atlet i ka syt drejt kurorës, në fakt drejt kurorës që prishet të Palit e 2 Korintësve. Unë i kam syt drejt kurorës përjeshme, drejt qiellit. Ai rend drejt tij.
Siç do ta shohim edhe herë në pasazhet më poshtë që thotë sepse ne jemi qytetarë të qiellit. Ne sillemi si tillë, të rendim pas qiellit. Thirrja e krishterët vëzë mund është një thirrje për slarti. Është një thirrje për slarti. Perëndia është me ty. Ai kur s'do të lë, kur s'do të braktis. Ai është fuqizuesi dhe siguruesi jonë në këtë garë. Ai na I ka dhënë gjitha mjetet, ne duhet të rendim drejt kësaj gare. Dhe ky është procesi I shëtrimit. Ne duhet të rendim drejt kësaj gare. Të rendim drejt synimit, kjo është pjesa e parë. Dhe pjesa e dytë në vargjet 15 dhe 16 është nxitja që të kemi gjithë këtë mendje. Pali po ju thot Filipianëve, edhe ne sot, që gjithë secili prej nesh duhet të ketë këtë mendje. Pra të gjithë që jemi të përsosur, le të kemi këtë mendje. Këtë synim. Pali nxit Filipianëve që të kenë të njëjtin qëndrim drejt shëtërisë. Të kenë këtë mendje. Le të jemi të njëjtin mendje, po thot ai. Të vendosim zemrat tona në Krishtin, në qiellin, dhe të jetë I gjithë synimi I jetës sonë. Synimi përfundimtar I jetës sonë. Ai tregon që kjo është ajo që çdo I krishterë duhet të bi dakord. Kur thot këtu për gjithë që jeni të përsosur, duke folur për besimtarë, që jeni shëtruar, që jeni drejtuar. Kjo është një thirrje. Është ajo gjë që gjithë ne duhet të bim dakord. Që duhet të rendim ndaj kësaj. Vëllezër dhe motra të krishterët, shëritorë duhet të kenë të gjithë një synim, një mendje, të ndjekim Krishtin dhe të bëhemi të ngjasim me të. Dhe në fakt kjo është një pjekuri frymore. Pali po ju thot Filipianëve, veproni si të pjekur, si të urtë, si të rritur në Krishtin. Dhe kjo është një gjë e rëndësishme kur të gjithë bien dakord. Është një gjë e rëndësishme kur të gjithë bien dakord. Dhe në qoftë se keni mendje tjetër për diçka, Perëndia do t'ju zbulojë, thot fakt pjesa 2 e vargut 15. Pali po thotë që ne kemi ra dakord për shumë gjëra të rëndësishme, për shpëtimin, për drejtësimin, për tashmë po bim dakord për synimin, e gjithë jetën tonë të rëndësishme, por për çështje të tjera ku ndoshta ka mosdakordsi ose ndoshta mendime të ndryshme për gjëra dytësore, në fakt, duke folur për gjëra dytësore. Duhet të jemi të durueshëm me njëri tjetrin. Derisa Perëndia dhe fryma e Tij t'ju zbuloj dhe t'jeni në një mendje. Përveç gjithçka gjërave të rëndësishme për synimin tonë, që gjithë ne duhet të kemi sy drejt qiellit, të vrapojmë në shëtërinë tonë, fakt, ka shumë gjëra të tjera të vogla, dytësore që ndoshta nuk kemi në mendje. Por ne duhet të kërkojmë Perëndis, kemi dërim. Perëndia të ne zbuloj mendjet tona. Ne nështroj fjalës Tij, vullnetit Tij. Dhe të jemi në një mendje. Dhe Perëndia do t'ja zbulojë thot në kohën e dur. Ai është ndriçuesi I mendjes tonë. Perëndia është ndriçuesi I mendjes tonë. Po vargu 16 thot, por në pikën ku kemi arritur, pa në gjitha këto gjëra, le të ecim sipas njëjtës rregull, të njëjtës mendje. Besimtarët duhet të rriten duke nderuar dhe duke reaguar ndaj të vërtetave. Ato duhet të rriten duke nderuar kur dëgjojnë mësimet e vërteta dhe duke reaguar ndaj të vërtetave. Në të gjitha gjërat që kemi mësuar dhe kemi marrë, duhet të ecim bashkë. Ecim do të thotë të reagojmë, të veprojmë, të rritemi, pra duhet të ecim bashkë në të vërtetat e Perëndisë, në një mendje.
Në fakt, vëllezër e motra, duhet ta ndihmojmë, ta shtyjmë, ta nxisim njëri tjetrin për të ecur në këtë të vërteta. Duhet ecim sipas së njëjtës rregull, e cili është fjala e Zotit, fjala e apostujve. Dhe me anë të njëjtës mendje, ata të Krishtit, kemi një mendje në Krishtin dhe në fjalën e Tij. Prandaj vëllezër dhe motra, Perëndia na dhaft një mendje në Krishtin Jezus. Dhe shtys për të ecur dhe synuar atë që Perëndia na ka thirrur dhe për atë për të cilin jemi thirrur. Kur po e mbyllja këtë pjesë, thash po ungjilli. Fakt është mirë ta kujtojmë gjithmonë atë që ka bërë. Në këto gjëra në mendje vëllezër dhe motra, duke mos harruar ungjillin, atë që Krishti ka bërë për ne. Çfarë ka bërë Krishti për ne? Ja çfarë thotë Romakët 5:8. Por Perëndia tregoi dashurinë e Tij ndaj nesh. Në ata që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Që sot e kënga. Kur ishim të humbur, të vdekur, mëkatar, në zemrimin e Tij, Perëndia vdiq për ne. Na rilindi, na mori, na solli në mbretërinë e Birit të Tij, na drejtësoi, na bani qytetar qiellit. Tashmë do na dhani një nxitje, na dhani një zemër të re për të ecur, për të vraptuar drejt synimit për të qenë të ngjashëm me të. Le të lutemi.